që rrezikon me dalë me zarf zi, se kështu realisht nuk është Alba që tash e ka meritu zarfin e zi, ama mu nervat mi ka prish, edhe besoj krejt atyne që kanë qef me pa diçka pak ma shumë gjyra, ma shumë diverzitet mrena një spektakli që nuk e ka veç Albin i ka dhe ketë personazhet e tjera, besoj që për mos mi dhunu krejt që ata njerëz, atë është Albus ka pak mirë mi a dhani farë loj kontrolet që është e mundu në dhajo me ndohë. E kemi pa një ditë në vaj e Lionën të kajtë sepse për merë vëmendjen veç Alba dhe kjo situata e ti me Limin, buk falesht qajke, me latë, unë e kom pa diçka. Mas prajmin, më ka qenë ajo pjesa që përmendi edhe Kroni që gjatë krejt prajmit është diskutu situata veç Limi. 2 orë diskutu situata, 2 orë e gjys dikon. Është në situatave qënë, unë e kuptoj që më në marë shumë akti, nuk më dhe marë drejtë ose jo, nuk kem të e komentu qatë qashje, po është një ndër situatat që komentohet masë shumë. Sen më përserit, aty është një situatë televizive. Qa kemi folë me arditin? Për qa kemi folë me kushtrimin të regonë? Po për shambull projmin e kalumë, kur ke jo rëfimi lëndrime, tipa dison gjyra tjera, po projmin shumë gara. Nuk dike kërkush, jo nuk dike, se përshkën a kesh, po asjo nuk kemi përgjigje definitive. Një orë jo nësil, asjo një seksualitet, se keme thonë për banorëve. Nuk ka problema e punë. Jo, më në që tema problematike. Që mune me irritu këta dy. Pak të din me argumentu, din me artikulu. Me kërcnu, për shambull, me kërcnu të një produksion jone për du me dalje për dalje, one personalisht, të shakon të udhej, shatë beg, ja kësha boq aty. Po, urna meri të eshat, vazhdo të jashtë. Apo këpëtojnë, se për kërkan. Shumë, ja ka bu kështu me dje dhe dine kërkoj falë, se jem shumë drejda, me qdashur se kom qëtë tali. është netë. Se kom pa qatë prajmë. A për njofshin Klodin atje? Po hej, krejtë TikTok-u për ndryshe, se besoj kjo funksionon dhe me algoritëm, në Itali gjithë kam ka dalë klondrim. Klodi, edhe lundrime, edhe për ndërkombëtarëve tu komentu, pra për shojmë që ata tashmë kanë bo dhe fansa gjithande internacional, jo vetëm në Kosovë dhe Shqipëri. A ka diçka të vërtet? Për fansat. Unë menoj që lundrimet i pëlqen Klodi, po menoj që Klodi e përdor lëndrimin për lojën e vetë. Te i fillimit që në kuadrë të kësaj, menoj që Klodi është një lojtar që e meriton finalen, për arsye se nuk ka bëj lëtë edhe zhurën pa lidhje, si kur kjo personazhi këto ja prames, që është irritues. Po thjesht ka ditë me kriju situata, edhe në secilën situatë nuk u ka në qendër të vëmendjes, po e ka kriju situatën edhe ka shti me dalë tjetër në qendër të vëmendjes, që kjo më jep ngjyrë një showt. Edhe që sen e ka bo Klodi, edhe për që sen Klodi, që mu më shkën nerva performance që shaj emocionalisht i përdor të tjerët, unë e menoj që aj me gjithatë do të mja dhonë dorën, së është lejtarë. Edhe përveç A hyni Eliona në mes të këtyne dëve? Se qatë akuzja kanë bo banorët brenda? Eliona për shambull e den që kjo ka të dashur jashtë. Eliona të pak të nështë një farë formë është të mundu me boj lojën e dolqës që përbën mrena për Limin. Po veç Eliona të thellu ma shumë në këtë farloj probleme, ose në këtë farloj lidhje, se lidhja e Albës dhe Limit nuk u kanë ongoing. Po lidhja lëndrim e Klodit me të dashurën e ti është ongoing, kështu që Eliona po të regon që është një vajzë e vogël, e pa pjekun, që nuk e kupton çka është lidhja, nuk e kupton çka është emocionet, edhe është një narcisiste në kuptimin e asaj që edhe është egoiste, se ja vetës të drejtë gjithçka, edhe don veten shumë, kërkush nuk e ndal absolut vajza duan veten se cilla, po është mirë me dashur veten, pa e lënduar ndjenja dikujt tjetër. Ku t'ja lëndoj ndjenja vajzës që është jashtë në rregull, po, e vërtet është. Po, është lënduar dhe ka reaguar. Unë mendoj që dikush nuk shkon në finale, edhe pse të gjithë sa herë i pyesim edhe këtu thonë të tretë kanë shkuar në finale të tretë. Kush mendon që ka më sakrifikuar një farforme nga tretë? Nëse nuk e bën një rrëfim, për me shpreh veten e vet tamam kush është, unë mendoj që nuk e meriton finalen. Pavarësisht, nëse ai edhe është pak është një farë lloj mizogjenizmi e konvrejt të lëndrimi, sepse është pak i ashpër me gratat e mrena, edhe i ka bifat kryesisht me gratat, dhe ka njëherë, nuk më pëlqen forma që shi artikulon me dimet e ti kundrejt grave, se mund është me gjithë sene tjera, mund është me gjithë situata tjera. Kështu që për gjithë arsye nuk menoj që lëndrimi meriton finalin, në qoftë se nuk e rrëfimin e vetë jetësor. Pikërisht. Se çfarë rrëfimi ka për te asaj që po thotë? Po këta pazhët kanë të folë për ndjenjat, edhe Agoni tha bukfalisht, nuk u shprehna, sa do të
ndjenjat e tëne. Jo, se kanë artikulu. Jo, se kanë artikulu. Nuk kanë gëzu, se kanë fjallë seksualitet. Nuk e kanë përmanë fjallë seksualitet. Apo dojnë ju ata me përmenë dhe ata me thonë që janë gay, apo... Unë që ashtu për shokë, këpë i falje. Te ke fund të ajo çështje e tyre shumë personale, që mu nuk më intereson as çka e te, as çka është agoni Berina, dhe as nuk kam nevojë me shprehje u tregu njerëzve çka janë. Pavarësisht ty atë intereson, a nuk